Horoskopi ditor, e enjte, 20 nëntor 2025. Dashi. Sot sjell një energji dinamike që ushen ambicien dhe energjin tuaj. Rreshtimi kozmik favorizon ndërmarrjen e hapave të guximshëm në karrierën tuaj. Besimi juaj do të jetë ngjitës, duke frymëzuar ata përreth jush. Megjithatë, ekuilibri është thelbësor. Sigurohuni që ta menaxhoni stresin duke përfshirë praktikat e vetëdijes në rutinën tuaj. Vendimet financiare duken të favorshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Në çështjet e zemrës, komunikimi është thelbësor. Shprehni ndjenjat tuaja hapur, por keni kujdes edhe për perspektivën e partnerit tuaj. Në aspektin shoqëror, ju mund të jeni shpirti i festës, duke tërhequr njerëzit drejt aurës suaj të gjallë. Prisni ftesa spontane që mund të çojnë në lidhje kuptimplote. Pavarësisht nxitimit, sigurohuni që të gjeni pak kohë për reflektim personal. Kjo do të ndihmojë në themelimin e mendimeve dhe planeve tuaja për të ardhmen. Mbani një sy në shëndetin tuaj. Rutinat e thjeshta të ushtrimeve mund të rrisin vitalitetin tuaj fizik dhe mendor. Shfrytëzojeni këtë ditë për të filluar ndryshime që përputhen me qëllimet tuaja të rritjes personale dhe profesionale. Demi. 20 nëntor 2025. Kërkon një qasje pragmatike si për çështje profesionale ashtu edhe për ato personale. Etika juaj e fortë e punës do të sjellë fryte, veçanërisht kur merreni me detyra komplekse që kërkojnë durim. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rivlerësuar buxhetet ose investimet. Edhe pse të kujdesshëm nga natyra, besoni në aftësinë tuaj për të marrë vendime të shëndosha. Marrëdhëniet mund të përjetojnë një ndryshim freskues, ndërsa Venusi dërgon energji qetësuese drejt jush. Qoftë beqar apo të lidhur, gjeni kohë për të ushqyer lidhjet e dashurisë me gjeste të sinqerta dhe komunikim të hapur. Ndërveprimet shoqërore mund të paraqesin mundësi për rrjedhim. Prandaj qëndroni të hapur ndaj njohjeve të reja që përputhen me vlerat tuaja. Nga ana shëndetësore, sigurohuni që të mbani një dietë e ekuilibruar dhe ushtrime të rregullta për të mbajtur nivelet e energjisë tuaj të qëndrueshme. Konsideroni aktivitete mbështetëse si yoga ose tai chi për të mbajtur stresin larg. Ndërsa nata kalon, shijoni kënaqësi të thjeshta, ndoshta duke u kënaqur me një libër të preferuar ose një trajtim ngushëllues kulinar, duke nxitur relaksimin dhe paqen e brendshme. Binjakë. Konfigurimet qiellore të sotme inkurajojnë një fokus në komunikim dhe ndjekje intelektuale. Ka të ngjarë të zbuloni se bisedat rrjedhin pa mundim, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për negociata ose prezantimin e ideve. Kreativiteti arrin kulmin, prandaj kanalizoni këtë energji në projekte që kërkojnë inovacion. Financiarisht, qëndroni të informuar dhe të kujdesshëm në lidhje me investimet e reja. Një qasje e llogaritur është më e mira. Në jetën tuaj personale, keni kujdes nga sinjalet e përziera. Dialogët e qartë dhe të ndershëm mund të parandalojnë keqkuptimet në marrëdhënie. Beqarët mund të gjejnë lidhje stimuluese që ngjallin interes. Mbledhjet shoqërore mund të çojnë në aleanca të papritura. Prandaj qëndroni me ndje hapur. Sa i përket shëndetit, mbroni paqen tuaj mendore duke lënë mënjam momente për relaksim mes zhurmës. Një meditim i shkurtër ose ushtrime të frymarrjes së thellë mund të jenë rigjallëruese. Spontaniteti mund t'ju çojë në aventura të vogla, por maturia këshillohet në sipërmarrjet eksperimentale. Besojini instinkteve tuaja, por vlerësoni me kujdes opsionet për të maksimizuar potencialin e ditës suaj. Përqafoni mësimin e çdo momenti me një zemër kurioze dhe të hapur. Gaforria. Më 20 nëntor 2025, vëmendja juaj mund të drejtohet drejt shtëpisë dhe familjes, duke kërkuar ngushëllim në mbështetjen familjare dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Dita ju inkurajon të forconi lidhjet duke zgjidhur problemet e mbetura përmes bisedave të përzemërta. Profesionalisht, një qasje edukuese mund të ofrojë përparime aty ku inovacioni mund të dështojë. Ndikimi qiellor i sotëm nxit kujdes me marrëdhëniet financiare. Është e mençur të shmangni blerjet impulsive. Në dashuri, cenueshmëria emocionale mund të thellojë marrëdhëniet, megjithse vendosja e kufive mbetet thelbësore për ruajtjen e mirëqenies personale. Gaforret beqare mund të gjenden të intriguar nga dikush jashtë rrethit të tyre të zakonshëm. Ndërsa angazhimet shoqërore janë tërheqëse, jepini përparësi kalimit të kohës cilësore me miq të ngushtë. Shëndeti kërkon përqendrim, prandaj merrni në konsiderat miratimin e zakoneve të reja që përmirësojnë mirëqenien afatgjat. Përfshirja e të ushqyerit të ekuilibruar dhe ushtrimeve rutin do të rrisë vitalitetin tuaj. Drejt mbrëmjes, kënaquni me hobi artistike ose vetmi paqësore për të çlodhur.
duke ndihmuar në forcimin e qetësisë së brendshme dhe përgatitjen për sfidat e ardhshme. Luani. Energjia kozmike më 20 nëntor 2025 shkëlqen në mënyrë të favorshme në përpjekjet tuaja krijuese. Aftësitë tuaja udhëheqëse janë në qendër të vëmendjes, duke e bërë këtë një kohë ideale për të propozuar ide të guximshme në punë ose për të marrë përsipër projekte në grup. Financiarisht, një rrezik i llogaritur mund të sjellë kthime pozitive, por sigurohuni që të bëni kërkime të plota përpara se të angazhoheni. Në marrëdhënie, sharmi juaj është i papërmbajtshëm, duke forcuar lidhjet personale dhe duke tërhequr njerëz të rinj në jetën tuaj. Shprehja e vlerësimit do të thellojë lidhjet. Beqarët mund të hasin mundësi romantike gjatë daljeve shoqërore. Sa i përket shëndetit, vëmendja ndaj vitalitetit thekson rëndësinë e ruajtjes së një stili jetese të ekuilibruar. Eksploroni regjime të reja fitnesi që ju emocionojnë dhe ju sfidojnë. Ndërsa dita zhvillohet, aktivitetet shoqërore mund të dominojnë agjendën tuaj, duke ofruar përvoja të gëzueshme dhe partneritete potencialisht të dobishme. Pranimi i kontributeve të tjerëve mund të nxjisë një frym bashkëpunuese. Mos harroni të rimbushni energjitë tuaja me pak kohë pushimi në mbrëmje për të reflektuar mbi aspiratat dhe për të rigjallëruar energjitë tuaja krijuese për përpjekjet e ardhshme. Virgjëresha. Yjet e sotëm rreshtohen për të përmirësuar aftësitë tuaja organizative, duke e bërë atë një ditë ideale për të pastruar si hapësirën ashtu edhe mendjen tuaj. Përballuni me detyra që kërkojnë vëmendje të kujdesshme ndaj detajeve, pasi aftësitë tuaja analitike janë në kulmin e tyre. Profesionalisht, kjo është një kohë e shkëlqyer për të planifikuar dhe propozuar strategji të reja. Njohuritë tuaja mbajnë qelsin e rritjes së efikasitetit. Këshillohet kujdes financiar, prandaj shmangni shpenzimet e nxituara. Në jetën tuaj personale, përpiquni për komunikim të hapur. Adresimi i ankesave të vogla tani mund të parandalojë keqkuptime më të mëdha më vonë. Energjitë romantike sugjerojnë se një qasje edukuese do të forcojë marrëdhënie. Virgjëreshat beqare mund të gjejnë ngushëllim në shoqëritë intelektuale. Përmirësimet shëndetësore mund të mbështeten duke rafinuar zgjedhjet dietike dhe duke ju përmbajtur një rutinë të rregullt ushtrimesh. Drejt mbrëmjes, kënaquni me aktivitete të kohës së lirë që stimulojnë mendjen tuaj, të tilla si leximi ose lojrat me enigma për të çlodhur. Ndërsa dita mbyllet, gjeni kohë për reflektim, duke vendosur qëllime që përputhen me qëllimet dhe aspiratat tuaja personale. Peshorja. Më 20 nëntor 2025. Tema është harmonia, e nxitur nga ndikimi i Venusit që përmirëson ndjekjet tuaja shoqërore dhe romantike. Ju jeni të prirur drejt gjetjes së ekuilibrit, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të zgjidhur konfliktet përmes diplomacisë dhe sharmit. Profesionalisht, përpjekjet bashkëpunuese do të japin fryte, duke forcuar dinamikën e punës në grup. Financiarisht, vlerësoni burimet tuaja, duke shmangur vendimet impulsive duke i dhënë përparësi kursimit. Marrëdhëniet e dashurisë përfitojnë nga aktivitetet e përbashkëta që thellojnë lidhjet emocionale. Beqarët mund të hasin perspektiva interesante që sfidojnë perspektivat e tyre. Skenat shoqërore janë të favorshme, duke ofruar mundësi rrjedhëzimi që mund të çojnë në sipërmarrje emocionuese. Ruani mirëqenien tuaj duke u angazhuar në aktivitete që promovojnë shëndetin mendor dhe fizik. Merrni në konsiderat jogën ose meditimin si mjete për të qetësuar shpirtin tuaj. Ndërsa dita zhvillohet, hobi krijues mund të ofrojnë një arratisje të këndshme. Përqafoni shoqërinë e atyre që inkurajojnë shprehjen tuaj artistike. Ndërsa bie nata, balanconi aktivitetin me pushimin për të mbajtur paqen tuaj të brendshme dhe botën e jashtme të harmonizuara në mënyrë harmonike. Akrepi. Sot sjell një val pasioni dhe vendosmërie, duke ju shtyrë drejt qëllimeve të prekshme me një fokus intensiv. Kjo energji është veçanërisht e fuqishme në sferën tuaj profesionale, duke ju frymëzuar të shtyni kufijt dhe të përqafoni sfida të reja. Takti dhe hollësia janë aleatët tuaj në negociata, duke favorizuar rezultate të dobishme për ambicjet afatgjata. Financiarisht, rishikoni planet për të siguruar përputhje me sigurinë dhe rritjen e dëshiruar. Në marrëdhënie, komunikimi i sinqert është thelbësor për ruajtjen e besimit dhe thellimin e lidhjeve. Një bisedë e thellë mund të ndryshojë dinamikën pozitivisht. Beqarët mund të tërheqin admirues, por këshillohet aftësia dalluese në takimet e reja. Shoqërisht, mund të tërhiqeni drejt takimeve intime që provokojnë mendim dhe reflektim. Nga ana shëndetësore, shfrytëzoni energjinë e sotme duke marrë pjesë në aktivitete që testojnë qëndrueshmërinë dhe përkushtimin. Një mbrëmje kujdesi për veten, ndoshta përmes një masazhi relaksues ose meditimit të qetë, mund të balancojë intensitetin e ditës.
Kultivoni durimin me veten dhe të tjerët, duke pranuar përpjekjet pa u tepruar emocionalisht ose fizikisht. Shigjetari. 20 nëntori 2025. Paraqet mundësi për zgjerim dhe eksplorim. Me yje që ju inkurajojnë të ndiqni horizonte të reja. Aventura ju bën thirrje si në sferën profesionale, ashtu edhe në atë personale. Në punë, kurioziteti dhe idetë tuaja inovative fitojnë terren, duke lejuar përparim dinamik në projekte. Financiarisht, është një ditë premtuese për të marrë në konsiderat investime afatgjata. Kërkimi i plot siguron stabilitet. Energjitë romantike favorizojnë spontanitetin. Gjestet e papritura mund të rigjallërojnë marrëdhëniet ekzistuese ose të nxisin lidhje të reja. Beqarët mund të gjejnë perspektiva interesante gjatë udhëtimeve ose daljeve spontane. Në aspektin shoqëror, ju tërhiqeni të takoni njerëz të rinj, duke pasuruar rrjetin tuaj me perspektiva të ndryshme. Sa i përket shëndetit, energjia optimiste e ditës përfiton nga angazhimi në aktivitete fizike që thyejnë rutinën. Konsideroni aktivitete në natyrë për të fuqizuar si trupin ashtu edhe shpirtin. Ndërsa nata afrohet, vetanaliza individuale mund të ofrojë qartësi mbi aspiratat tuaja, duke i parafruar veprimet e ardhshme me rritjen personale. Përqafoni potencialin e çdo momenti duke qëndruar të hapur ndaj mundësive dhe mësimeve të universit. Britsjapi. Më 20 nëntor 2025. Ju jeni të thirrur të përballeni me përgjegjësitë e ditës, duke e përqendruar vendosmërinë tuaj në arritjen e produktivitetit të strukturuar. Objektivat e punës janë të arritshme, pasi qasja juaj e disiplinuar i bën përshtypje kolegëve dhe prorëve njësoj. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm mbetet çelësi. Vlerësoni shqetësimet buxhetore për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Marrëdhëniet përfitojnë nga prania dhe vëmendja juaj, duke nxitur stabilitetin dhe respektin e ndërsjellë. Një gest i sinqert mund të forcojë lidhjet romantike. Për britsjapët beqar, dita mund të prezantojë dikë me vlera të përbashkëta. Angazhimet shoqërore përfitojnë nga besueshmëria juaj karizmatike, duke quar potencialisht në aleanca të dobishme. Sigurohuni që shëndeti juaj të mbetet i fortë duke ju përmbajtur rutinave të vendosura. Kjo nuk është koha për ndryshime drastike. Pak përkëdhelje, siç është një banjë e ngrohtë ose një mbrëmje e qetë, rrit mirëqenien tuaj. Merrni kohë për të festuar fitoret e vogla, duke ushqyer ndjenjën tuaj të arritjes. Ndërsa shikoni drejt së ardhmes, përpjekjet e sotme hedhin një themel të fortë për sipërmarrjet e ardhshme. Ujori. Rregullimi qiellor i sotëm promovon inovacionin dhe eksplorimin shoqëror. Mentaliteti juaj vizion argjen një terren pjellor në mjediset profesionale. Lejoni që perspektiva juaj unike të shkëlqejë në projekte bashkëpunuese. Financiarisht, shqyrtoni mundësitë për rritje, megjithse idetë inovative duhet të mbështeten nga plane të forta. Marrëdhëniet lulëzojnë në shkëmbime intelektuale, duke thelluar lidhjet përmes ideve të përbashkëta dhe aspiratave të ardhshme. Beqarët mund të tërheqin individ me të njëjtat interesa që vlerësojnë origjinalitetin. Angazhohuni në aktivitete shoqërore që stimulojnë mendjen. Kjo është një ditë ideale për të lidhur me grupe që ndajnë interesat tuaja. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në mirëqenie mendore duke praktikuar vetëdijen, duke siguruar paqen e brendshme mes aktiviteteve të jashtme. Konsideroni t'i kushtoni kohë ndjekjeve krijuese ose shërbimit ndaj komunitetit, të cilat mund të jenë të kënaqshme. Ndërsa afrohet mbrëmja, reflektimi ndihmon në konsolidimin e njohurive të mbledhura gjatë gjithë ditës. Eksplorimi i mendimeve me meditim ose një ditar mund të hedhë themelet për inovacion personal. Përqafoni mundësitë me një ekuilibër midis praktikës dhe kreativitetit për rezultate shpërblyese. Peshqit. 20 nëntor 2025, inkurajon introspeksionin dhe ekuilibrin emocional, të nxitur nga ndikimi i Neptunit duke sjellë ndjeshmërinë dhe kreativitetin në plan të parë. Progresi profesional përfiton nga qasja juaj empatike dhe aftësia për të lidhur me kolegët në nivele më të thella. Financiarisht, besoni intuitës suaj, por kërkoni këshilla praktike para lëvizjeve të rëndësishme. Marrëdhëniet personale lulëzojnë kur ushqehen me mirëkuptim dhe dhëmbshuri. Çiftet mund të përjetojnë intimitet të ri për të rirë, ndërsa peshqit beqar mund të hasin lidhje të thella. Shoqërisht, ju tërhiqeni drejt takimeve artistike ose shpirtërore që stimulojnë dialogun introspektiv. Mos harroni të kujdeseni për shëndetin tuaj duke u angazhuar në aktivitete që qetësojnë psikikën, të tilla si meditimi ose noti. Mbrëmja ofron një kohë të përsosur për shprehje artistike ose lexim gjithëpërfshirës, duke u parafruar me shpirtin tuaj krijues.
Vendosni qëllimet e qarta për të lundruar në mënyrë efektive në rrymat emocionale, duke shfrytëzuar energjitë e sotme si një udhëzues drejt zhvillimit personal. Përqafoni hollësinë e mesazheve nga universi, duke i lejuar ato të frymëzojnë njohuri transformuese. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.